Ato fjalë mbaj për vete, edhe mbahe gjuhën kur i lëshon komentet. Ato që nxjerr nga goja jote. Mbaj ti përgjegjësi. Njëri i shitur. Ti i ke komentet shumë të vleshme, po bën mirë që mos t'i bësh. Se ndryshe thua këtu dhe ndryshe thua në përcepa. Thua që Riomelia s'ka fajin e ka Edi Rama, kështu që kujdes, kujdes. Ato fjalë mbaj për vete, edhe mbahe gjuhën kur i lëshon komentet. Ato që nxjerr nga goja jote. Mbaj ti përgjegjësi. Njëri i shitur. Jo, doja pyetja për sa kohë që ju nuk bani do të rendi në këtë sallë dhe lejoni që kushdo të ofendoj këshilltarët në këtë sallë, patjetër që do ja kthejmë përgjigjen. Pyetja ime është ky propozimi im i futur në rend dite, se nuk joftove në fillim të mbledhjes. Nëse pika e propozuar nga ana ime është pikë në rendin e ditës. A është pikë e rendit të ditës? A mund të marr përgjigje për këtë gjë? Apo do marr gjithmonë përgjigjen tuaj që nuk do diskutojmë për këtë çështje? A mund të më informoni për propozimin e bërë? Ka një propozim të bërë. Jo, duhet më informoni fillimisht mua se keni përgjegjësi ju si kryetare, mos ma fikni mikrofonin. Keni përgjegjësi. Kam kërkuar që ky këshill bashkiak të mbaj qëndrim për sa i përket protestave. Nëse është në mbështetje apo është në kundërshtim të kërkesave protestave, ti kërkoj qeverisë të veprojë në lidhje me kërkesat e protestuesve që janë banor po ashtu të Tiranës, të cilët ju nuk doni t'i dëgjoni. Nuk e di për çfarë jeni këtu. Kë përfaqësoni këtu kur ka një situatë që ka 2 muaj që ndodh në rrugët e qytetit. Ka protestues të cilët kanë kërkesa dhe ky institucion që është përfaqësues i qytetarëve të Bashkisë Tiranës ka për detyrë të dali në krah të këtyre banorëve. Dhe t'i kërkoj qeverisjes qendrore, ashtu si ata kërkojnë këtu çfarë do lloj gjëje nga ky këshill, edhe ju vini dhe ngrini kartonat, t'i kërkoni t'i dëgjoj qytetarët e Tiranës. Dhe të pranoj kërkesat e tyre duke filluar me dorëheqjen. Shiko, të bëra një pyetje dhe nuk i dhe përgjigje pyetjes. Si e ke për detyrë për ta bërë. Dhe për çfarë jeni këtu? Nëse nuk jeni për të kthyer përgjigje dhe nëse nuk jeni për përfaqësuar banorët e Tiranës, kë përfaqësoni? Po atëherë më kthe përgjigje. Ti e lejove këtu të bëhet rrugë. Këtu e keni lejuar të bëhet rrugë se këtu nuk diskutohet për çështje dhe problematika. Dhe keni në këtë sallë nuk më sjell ti, më kanë sjell qytetarët e Tiranës. U tha shumë mirë edhe këshilltari juaj do japi fjalës diku që ka 0 vota nga qytetarët e Tiranës dhe doni ma hiqni fjalën mua. Nuk e di kush jeni ju që mund t'ja hiqni fjalën një këshilltare. Kush jeni ju që t'ja hiqni fjalën një këshilltare? Ju lutem, a mund të më informoni për kërkesën time? Çfarë detyre ka ky këshill bashkiak? Nëse nuk ka për detyrë të përfaqësojë qytetarët e Tiranës dhe diskutoj për një situatë që ka 2 muaj që ndodh në rrugët e qytetit. Për çfarë është? A mund ta kemi përgjigjen? Për çfarë jeni? Kë përfaqësoni? Jeni shitur tashmë. Keni kaq shumë frikë për diskutuar. Hidhe propozime, fut në rendite apo se fut në rendite. Keni votat, një vot kam, një karton. Edhe përsëri keni frikë. Nga mos bërtis ti. Shqyr. Ti kujdes ku komunikon me kolegët e punës. Se i kërkon që mos dalin protest.
Atëherë kam bërë një propozim dhe duhet më informonte dhe kjo është kërkesa ime, të më informoj për pikën. Ashtu çmenda, po ju keni çmendur qytetarët e Tiranës. Për çfarë jeni ju këtu zotëri? Për çfarë jeni ju këtu zotëri nëse nuk flisni për problematikat e qytetarëve? Për çfarë jeni? Për çfarë jeni? Na keni çmendur ju që vetëm flisni dhe ngrini kartonat. Kush jeni një herë? Se s'u njohim as emrat. Emrat u njoh vetëm kryetari i grupit tuaj, që u merr telefon për të thënë hajde votoni. S'u njeh njëri kush, se kush jeni dhe çfarë përfaqësoni. Faleminderit për sugjerimet. A mundet, jo nuk jemi këtu, ti ke sjell, tjerë kanë sjell plot propozime. Nëse brenda ditë mbledh. Cilën drejt fjalës, drejtën fjalës nuk ma jepni ju. Ju lutem, mund më informoni për kërkesën që kam bërë kërkesë me shkrim, jo nuk dëgjoj asnjë njeri që ka marrë 0 vota nga qytetarë për të ma hequr fjalën. Për të ma hequr fjalën mua nuk dëgjoj askënd që ka 0 vota, nuk dëgjoj askënd. Zonja Pino ka kërkuar fjalën në procedurë. Mundeni të më ktheni përgjigje? Mund të më ktheni, jo, nuk mund të vazhdoj zonja që ju keni, nuk kërkojmë shkarkimi, marrë në shqyrtim të kërkesat protestuesve. Ti me ke je me protestuesit apo je me qeverinë e korruptuar të Tiranës edhe këtë që ka ndodhur këtu që erdhi BKH-ja që sabat. Ju me kë jeni, kë përfaqësoni moj, më kë jeni, a jeni me qytetarët apo jo? Kanë 2 muaj në rrugë, a jeni me qytetarët? Me kërkesat e qytetarëve, i mbështesni. Keni mbajtur zonjë qendrim për Ukrainën, për luftën në Ukrainë. Keni bërë këtu, kemi vendosur flamurin dhe nuk mbajeni dot qendrim për qytetarët e Tiranës, se çfarë kërkojnë. A jeni kundër apo pro? Kaq keni detyrë, shpreheni. Për çfarë jeni? Jeni pro kundër kërkesave të tyre? Jeni pro apo kundër kërkesave? Votojeni, mos votoni të futën rendite, po jo që mos përmendet fare kërkesa. Çfarë jeni kështu domethënë? E keni bërë këtu domethënë vetëm ju flisni vetë gjithë doni gjoni. Cilën mbledhje? Mbledhje keni prishur ju kur nuk fusni asnjë pikë që vjen propozim në rendite. Mbledhjen i keni prishur ju. Nëse mbledhjet këtu nuk flasin për atë çfarë ndodh aty, që ka 2 muaj që ndodh dhe ju i shmangni totalisht, ju e keni prishur mbledhjet. Ju i keni prishur mbledhjet. Sepse ju nuk përvaqësoni më interesin e qytetarëve, keni harruar për çfarë keni ardhur këtu. Ju nuk përvaqësoni më interesin e qytetarëve. Ju përvaqësoni interesin e oligarkëve që ndërtojnë kulla në Tiranë, që po kërkohen nga prokurorët. Këtë interes përvaqësoni ju që nuk doni të diskutoni këtu. Për ato çfarë kanë shqetësim ata, për ata çfarë kanë shqetësim, do i diskutoni, do i fusni pikë. Boll, jeni shumë, po mund të merrem me secilin prej jush. Pikë në rendite, a jeni me kërkesat e qytetarëve apo jo? Kë përfaqësoni? Keni harruar se çfarë përfaqësoni? Keni harruar çfarë? E di, prandaj jeni aq shqetësuar. Sa nuk doni as i përmendi. Kë përfaqësoni? Oligarkët përfaqësoni. Kë përfaqësoni? Për çfarë keni ardhur? Për çfarë vini këtu? Cila është puna juaj që bëni në përditshmëri? Çfarë interesi përfaqësoni? Jeni shitur. Nuk e thoni dot një fjalë. Nuk e fusni dot në rendite një pikë. Ore votojeni kundër, si ka mundësi që nuk e merrni një propozim në konsiderat? Si ka mundësi, more? Si ka mundësi? Këtu flitet dhe diskutohet çfarë dëshironi ju gjatë gjithë kohës. Cili është propozim? Jo, ku jeni ju? Shqyr që keni ardhur. Po shqyr. Par zotin çfarë? Çfarë par zotin? Nuk u vjen turp. Nuk u vjen turp. S'keni thënë një fjalë. Me kë jeni? A mund ta thoni me kë jeni? Me kë jeni, po ju çfarë jeni, avokatët e këtyre jeni? Nuk ka nevojë. Të kam dëgjuar ty sa herë që flet dhe pa në prerje. Kam mbështetur kur ta fikim mikrofonin këta. Ju lutem shumë, më lini mbaroj fjalën time dhe kërkesën time. Kërkesa ime është diskutohet. Bani qendrim, jeni pro apo kundër protestave të qytetarëve? Jeni pro apo kundër kërkesave të tyre? Për çfarë jeni? Për çfarë qëndroni? Për çfarë qëndroni këtu?
Kë përfaqësoni, keni harruar kë përfaqësoni më. Keni harruar të ketë 2 muaj aty jashtë dhe ju keni harruar të diskutoni për ata që dalin në protest. Që janë banor të këtij qyteti, i keni harruar. I keni harruar. E dini pse? Se keni harruar funksionin tuaj kryesor. Sepse jeni këtu vetëm për të ngritur kartona. Jeni këtu vetëm për të ngritur kartona. Shumicës për jush nuk ju a di njëri emri, ju a di vetëm kryetari i grupit. Vetëm kryetari i grupit u a di, që ju merr telefonin thot hajt votoni, ngrini kartonin. Është shumë turp, është shumë turp, shumë turp. Jeni të shitur. Zonja Rupo, në bazë të nenit 53.1c, ju përjashtojmë nga mbledhja e Këshillit Bashkiak edhe për këtë radhë. Totalisht të shitur. Totalisht. Keni përfaqësuar interesin e maskarejve. Kështu që uroj me këto t'ju dalin, t'u teprojnë,